luftë s'ka mujt me marrë pjesë, edhe pse do më thonë kam qenë atër pak me fëmijë të vogël e san, dëshira më e madhe kishte qenë me qenë edhe aty, po ajo më ka jetë peng, po, e kam shumë peng. Me thonë drejten ja u kom lakmi aty në që në vëra. Vlerat, lufta, uçekeja, të jenë paprekshme, të jenë hynore. Ndaj, ndonjëherë kështu bëhem nervoz. Sikur i kemi harru këto. Domethënë kjo gjeneratë e re duhet shumë ma shumë ndërmoset. Luftë s'ka mujt me marrë pjesë, edhe pse domethënë kam qenë atër pak me fëmijë të vogël e san, dëshira më e madhe kishte qenë me qenë edhe aty, po ajo më ka jetë peng, po, e kam shumë peng. E di që kom pas shumë shoqe që kanë marrë pjesë, shoqja ime ngushtë më ka vrarë bashkë me burr Hanumsha Abdullahu me Tefik Zyberin, që në vranë Gjilan, ka qenë Besa Abdullah Prapashticës, që ndoshta ka njëherë po kthena prap, sepse në konvekt do më thonë, kemi pas prap ato kontaktet, ato e dinim lëvizjet se çka po ndodh, dhe me thonë drejten ja u kom lakmi aty në që në vëra. Ani pse ndoshta është e dhimbshme për në anën e për ata, po nuk është ata që e kanë ujit token me gjak, të janë krenar. E ne tjerët duhet t'ju përkulemi gjithmonë, edhe pse prej disa grupeve jam pak e prekun se vlerat, lufta, uçekeja, të jenë paprekshme, të jenë hynore. Ndaj, ndonjëherë kështu bëhem nervoz. Po më prek se nuk është, nuk po tham prej krejtve, po krejt shteti, pra, prej natë deri poshtë duhet me u përkul, duhet me bo ma shumë, duhet me bo për veteran, duhet me bo. Shumë pak kemi bo, për këta shumë pak kemi bo. Thonë, gjithë ta tri, unë ligjeratat e mija në Zanzve ju thëmë, unë përkule momentin që hynë shkollë, ju si ishit në shkollë, po të ishin fëmijët e jasharve, e 1500 fëmijë pa gjetur, sa do t'ishin krenar familjet e tyne me qenë banka, me qenë shkollë. Më thonë, kjo pak nësia pe i prindve se fëmijët s'ilo fajtor, por sikur i kemi harru këto. Do me thënë, kjo gjeneratë e re duhet shumë ma shumë ndërmoset. Ndoshta ky gjaku që o derdh, e dikush mbi gjakun e këtyne ka përfitu. Dhe këta fëmijë, një gjeneratë nuk është shumë falenderuse ndaj këtyne. Do me thonë, derisa prind nuk flasin me secilin fëmijë. Se kur të binë para varreza, kur të binë para herojve, kur të shohin para emblemës u që kësë, duhet përkulemi, duhet punoj ma shumë. Është shumë pak, 25 vjetë, që do të bojmë na me ndodhë mas 100 vjetë, mas 200 vjetë, do t'i harrojmë ta. Ende nonat i kanë gjallë, ende nipat i kanë gjallë, nonat tona shumica janë që si kanë gjetë i strat hala. Kjo është ajo dhembja që na brengos gjithve, të luftojmë sa ma shumë.